Këtë vit, dita e verës në Strug u festua në Parkun e Poezisë, ku u mblodhen shumë fëmijë për të kaluar një ditë të bukur pranverore. Festa u organizua në kuadër të kryetarit të komunës, Zotërimin Dyqyra, ndërsa në organizimin e Resul Çollakut, drejtor i ndërmarrjes publike të komunales. Parku ishte i mbushur me atmosferë festive, muzikë dhe shumë vizitorë. Manifeston ditën e verës 14 mars në Parkun e Poezisë në qytetin e Strugës. Në kuadër të komunës të Strugës janë mbledh fëmijë, prindër për të festuar dhe për të shijuar këtë festë madhështore. Struga pothuajse ka filluar të bëjë traditë këtë manifestim dhe besoj që të jetë mjaft jetë gjatë dhe të jetë në kuadër të komunës së Strugës çdo vit për të realizuar në këtë mënyrë kaq madhështore. Siç e shihni edhe vetë, fëmijët janë shumë të lumtur dhe mezi po presim për të marrë edhe disa vesë që komuna ka organizuar dhe të gjithë programin artistik. Përshëndetje të gjithëve, të nderuar të pranishëm, prindër, fëmijë dhe media. Është kënaqësi e veçantë që sot të festojmë së bashku ditën e verës. Një festë që simbolizon ardhin e pranverës, gjallërinë dhe gëzimin që sjell festim. Kjo ditë është shumë e bukur për të gjithë ne, por mbi të gjitha për fëmijët, të cilët me buzëqeshjen dhe energjinë e tyre i japin kuptim kësaj feste. Përmes aktiviteteve, lojrave dhe atmosferës festive që është përgatitur për sot, synojmë që të bëjmë këtë ditë sa më të veçantë për fëmijët. Kjo organizim është mundësuar nga Komuna e Strugës, e cila vazhdimisht mbështet aktivitete që sjellin gëzim, kulturë dhe bashkim në komunitetin tonë. Dua ta kem përpara jush kryetarin e komunës, Zotërimin Dyqyra, për fjalën përshëndetëse. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndes fëmijët së pari, prindërit, struganët përgjithësi. Sigurisht sot jam i lumtur sepse janë të lumtur fëmijët. Ne sot urojmë ditën e verës e rikthejmë një festë e cila në Strugë ka qenë e kahershme dhe shpresoj nga sot edhe vitet tjera të jetë traditë në qytetin e Strugës për t'i gëzuar fëmijët dhe shpresoj që filloj të vazhdoj Struga të frymojë ndryshe duke organizuar për fëmijët dhe për prindërit një organizim të tillë. Sigurisht që ky manifestim, kjo ditë vere, është simbolike, por shpresoj që vitet tjera dhe tjetë akoma më e organizuar dhe të gjithë qytetarët ta gëzojnë dhe të festojnë, të jenë të lumtur dhe sidomos fëmijët. Urime dhe gëzuar urofshëm sa më shumë. Organizimi ditës sot me kishte pak vështirësitë e veta, për arsye se që këtë dekorim kemi donacion nga Bashkia e Tiranës dhe normal pjesa e logjistikës ishte pak normal e ngadaltë dhe kishte pak komplikimet e veta duke parasysh që duhet të kalojë në dogan. Po gjithsesi kjo ditë e sotshme na ka dhënë një motiv më të madh që ta bëjmë sa më shpejt, edhe pse koha ishte shumë e shkurtër, po përsëri me diçka ja dolëm dhe gëzimi këtyre fëmijëve sot në vërtetë na emocionon jashtëmase. Si e pritën qytetarët? Po kryesisht qytetarët e kanë pritur mirë, nga feedbacku që jemi duke e marrur, me vërtetë janë shumë të kënaqur, edhe pse përpara nuk e dija ka pasur ndonjëherë kështu organizimi, po deri tash është besoj çdo gjë është okay, fëmijët duken lumtur, buzëqeshur. Edhe nga neve për gëzime për këtë manifestim është në mënyrë madhështore. Urime. Faleminderit shumë, respekte nga ana juaj. It's
Në program morën pjesë fëmijë të shkollave fillore, si dhe fëmijët e grupit Art Center, të cilët shkëlqyen me performancat e tyre artistike. Fëmijët gjithashtu ishin të lirë të luanin dhe të argëtoheshin në park, duke e mbushur ambientin me gëzim, lojra dhe buzëqeshje. Prindërit ndiqnin fëmijët e tyre dhe shijonin këtë atmosferë të bukur familjare. Aksa. Aksa, çfarë viti është sot? Ciu. Ti dole për ciu, mlodhe vezë? Po. Sa e gëzuar je sot? Shumë. Çfarë do bësh sot në këtë manifestim? Do luash, do këndosh? Do luaj. Do luash vallëzim? Ua, urime. Shëndetje, si e ke emrin? Migena. Migena, çfarë feste jemi sot? Sot e kemi festën. Çfarë feste jemi? Se ti. Dita e verës, apo? Po. Dole ti për ditën e verës? Po. Mlodhe vezë? Po, mora. Sa vezë mlodhe? Plot. Plot vezë mlodhe. Po. Po je e gëzuar që sot festohet dita e verës në qytet? Po. Ti çfarë do bësh këtu? Do luash, do vallëzosh? Une? Po. Ke vallëzim? Po. Çfarë feste jemi sot? Vera. Cila feste jemi sot? Vera. Dita e verës. Je shumë e gëzuar? Po. Dole ti për ciu, mlodhe vezë? Po. Bravo. Çfarë feste jemi sot, Zemar? Sot është ciu. Ciu, je shumë e lumtur ti? Po. Që sot është ciu dhe festohet këtu? Po. Po ti Zemar sa vezë mlodhe? Une? Plot. Plot vezë mlodhe, sa e gëzuar je ti sot? Shumë. Çfarë do bësh ti në këtë manifestim? Do luash valle, do këndosh? Valle. Valle do luash, bravo. Zgëzuar ditën e verës. Haj bëni një herë ciu të gjithë. Hajde një herë. Ciu. Ti ndjeni sot për ditën e verës? Shumë mirë. I keni sjellë fëmijët në park? Po, i kemi sjellë të argëtohen. Është në bukur që organizohet? Po, shumë mirë ju ka shkuar mendja. Nuk ka pas asnjë vit kështu organizim kaq të bukur. Faleminderit. Faleminderit, kalofsh. Sot është dita e verës. Fëmijët janë shumë të lumtur. Juve çfarë pjesëmarrje keni në këtë manifestim? Unë jam, koreografja e fëmijëve të Art Centerit, edhe mendoj se komuna organizon festa shumë të bukura çdo festë ndërkombëtare, edhe fëmijët janë sot shumë të lumtur që marrin pjesë në këtë organizim. Janë fëmijë kanë ardhur me gëzim për të qenë pjesëmarrës në këtë Po, janë shumë të lumtur. Nuk mund të prisin, mbrëmës kishim fletë. Faleminderit shumë. Faleminderit të juve.
Dita e verës në Parkun e Poezisë sholli shumë emocione dhe momente të bukura për qytetarët e Strugës. Fëmijët të lumtur po mirnin nga një vestë, të cilët i kishte organizuar Komuna e Strugës dhe prindërit e gëzuar po shijonin festën në maksimum dhe në veçanti. Aktiviteti ishte dëshmi e bukur e bashkimit dhe gjallërisë që kjo festë sjell çdo vit në qytetin tonë.